Obeziteti në fëmijëri po kthehet në një nga shqetësimet më serioze shëndetësore edhe në Shqipëri. Sipas specialistëve, gjithnjë e më shumë fëmijët po përballen me mbipeshë që në moshë të vogël, duke rritur rrezikun për probleme të shumta shëndetësore në të ardhmen, si diabeti, tensioni i lartë, sëmundjet e zemrës apo çrregullimet hormonale. Një nga faktorët kryesor është mungesa e aktivitetit fizik, që shoqërohet me ushqyerjen e pasakt, ku dominojnë produkte me shumë sheqer, yndyrna dhe pak vlera ushqyese. Specialistët thonë se ky është një problem që nuk mund të lihet pas dore, pasi ndikon drejt për drejt në mirëqenie fizike dhe psikologjike të fëmijëve. Obeziteti është një sëmundje e kohës. Dhe është një trend i kohës tani për të qenë fëmijët mbi peshë. Obeziteti ka disa shkaqe. E para është ushqyerja jo e shëndetshme që bëjnë fëmijët në ditët e sotme. Një ushqyerje me ushqyerje të shpejtë, ushqyerje me fast food, ushqyerje jo të shëndetshme, kjo për arsye edhe për vetë faktin se prindit janë goxha të angazhuar, domethënë në punën e tyre duke përsiguruar të ardhurat për familjen, edhe fëmijët neglizhojnë edhe përdorimin e ushqimeve të gatuara në shtëpi. Një arsye tjetër për shtimin e obezitetit është edhe mungesa e aktivitetit fizik. Shohim shumë fëmijë sot që nuk kryen një aktivitet fizik, nuk merren me aktivitet fizik, përveç se orës fizkulturës në shkollë që e bëjnë apo nuk e bëjnë. Mosmarrja me aktivitetin fizik ka disa pasoja që mund të sjellë obezitetin, mund të sjellë hipertensionin, mund të sjellë diabetin, mund të sjellë edhe goditjet në tru. Një fakt tjetër që ndodh në kohët e sotme është edhe përdorimi i elektronikës. Pra përdorimi i elektronikës në për një kohë të gjatë përpara ekranit apo përpara celularëve, që jo vetëm u shkakton atyre dëm për sa i përket të parit, por edhe në shtimin e obezitetit, në shtimin e peshës, duke qëndruar për një kohë të gjatë, ndënjur, pa lëvizur, pa aktivitet fizik, detyrimisht kemi edhe shtimin në peshë të fëmijëve. Mjekët rekomandojnë që fëmijët të kenë një dietë të balancuar me më shumë fruta, perime dhe ushqime të përgatitura në shtëpi, si dhe të kalojnë më pak kohë përpara ekranit dhe më shumë kohë duke u angazhuar në aktivitete fizike. Prandaj duhet që të kemi sa më shumë informacion mbi mënyrën e kryerjes së aktivitetit fizik dhe sa duhet të kryejnë aktivitet fizik fëmijët, por edhe për ushqyerjen e shëndetshme. Fëmijët e sotëm duhet të paktën ose fëmijët e moshës 5 deri në 11 vjeç duhet të paktën të merren me një aktivitet fizik të paktën 60 minuta në ditë. Ky aktivitet fizik presupozohen ecjen, vrapin, lojrat, gjimnastikën në shkollë, dhe duke ardhur me një intensitet mesatar. Në mbi këtë moshë, mirë është që aktiviteti fizik të kryhet rreth 60 minuta, por të kryhet në aktivitetin nga mesatar deri në të lartë. Në shumë shkolla mungojnë politikat e qarta për promovimin e ushqyerjes së shëndetshme, ndërsa nëpër dyqanet pranë shkollave dominojnë produkte të pashëndetshme. Specialistët bëjnë thirrje për një angazhim më të madh të institucioneve arsimore dhe shëndetësore, si dhe ndërgjegjësimin e prindërve në mënyrë që ky problem të mos vazhdojë të përkeqësohet.